sot ndodhemi para një dokumenti të përgatitur nga sekretariati që ka të bëjë me shpenzimin e paras publike për nevojat e KQZ-s që kanë të bëjnë me organizimin e zgjedhjeve. Në mesin e kësaj, pjesa më e madhe pra këtij buxheti, rreth 4 milion, janë të parapara për një aktivitet për të cilin ne këtu publikisht kemi pasur një raport të sekretariatit para 3 mbledhjesh, nëse s'gaboj, 3 mbledhje kanë qenë dhe kemi diskutuar publikisht atë raport edhe në mbledhje. Përmes së cilit raport sekretariati ka thënë që ata nuk e marrin përgjegjësinë e organizimit të këtij operacioni, për të operacionit të votimit me zarfe që dërgohen nga Kosova me fletvotime deri tek pranuesit që janë gjithandej nëpër botë, pra si aplikues dhe regjistrues suksesshëm tash të votimit përmes postës, sepse në bazë të komunikimeve që këta kanë pas me kompanitë që bëjnë edhe partjen e postës, e zarfeve, posta shpejt, asnjë afat nuk siguron arritjen e këtyre zarfeve me kohë e shumë prej tyre dhe pas përfundimit të zgjedhjeve mund të arrijnë tek pranuesit. Dhe i kemi dy aspekte problematike në këtë pjesë, që nuk janë veç operacionale, administrative, janë edhe ligjore edhe penale. E para, ne me vetdije, po dojmë shty përpara me harxhu, me shpenzu një buxhet prej 4 milion eurosh, i cili po dihet paraprakisht që nuk do të mund të ketë efektin e tij për çka edhe ne do t'i shpenzojmë ato mirë, të planifikojmë t'i shpenzojmë. E dyta, ne me vetdije, në aspektin operacional edhe administrativ, me vetdije, pa e kemi informacionin paraprakisht që kjo informacion është duke na u përsëritur dhe stër përsëritur çdo ditë, edhe në mbledhjen e Kozit na u përsërit, edhe tash, edhe më herët na u përsërit, që nuk është i mundur të kryhet si operacion. Po në anën tjetër e kemi këmbguljen e disa anëtarëve, që me çdo kusht dojnë me çu drejt dështimit një proces, që të njëjtën kohë ngërthen vetë edhe aspekte kushtetuese. Cilat janë ato? Ato kanë të bëjnë me pamundësimin e një drejte kushtetuese të mërgatës për të shtruar drejtën e tyre të votës, përmes mekanizmave, formave që janë të përcaktuara edhe me ligj edhe me akte tjera në ligjor dhe procedurat tona. Pra, i kemi faktet përpara dhe po tentohet që me çdo kusht të shtyhen përpara. Unë i thras gjithë anëtarët pa dallim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të reflektojnë në lidhje me këtë, që ta ndalim këtë logjik që nuk është veç hipokrizi, po është edhe një tentim kështu mashtrimi të opinionit publik se ne po punojmë gjaja për të siguruar procesin e votimit përmes postës, kurse në realitet ne po e pengojmë dhe mohojmë atë, ende pa filluar si proces, për guximin me i kontraktu. Sepse në fund të fundit ne në planin ton operacional, periudha e votimit përmes postës fillon me 12/12/2025 dhe përfundon me 27/12/2025. Ne tashmë kemi konfirmimin që nga vetë sekretariati që për 10 ditë pasi të hynë kjo periudhë në fuqi, pra që ne me 12 në bazë të këtij plani operativ që është ligj në vetvete tash, ne duhet t'i dërgojmë pra me 12 zarfet apo flet votimet në formë elektronike, në cilin do format duhet të arrijnë të votuesit në mënyrë që ata me 12 të mund të fillojnë
votimin përmes postës. Dhe ne sa po e morëm edhe konfirmimin nga sekretariati, që deri me datën 21 nuk ka shansë këtë ndodhë. Jemi të i folë për dikon 10 ditë, që janë mohim i mërgatës për të mund të votojnë përmes postës. Dhe çfarë mbetet në anën tjetër, mbeten tek një numër shumë i vogël i votuesve të suksesshëm, i regjistruesve të suksesshëm, që janë me mira, e do t'jenë edhe me mira më shumë, betet vetëm një numër i vogël i tyre në rastin më të mirë, në numër shumë i vogël i tyre, që ta arrijnë me kohë ta dërgojnë zarfin e tyre me fletë votimit sipas versionit që përfaqësues të PDK-s, LDK-s, Aleancës, edhe të listës serbe, po dhe tjerë që kanë votu kushdo e kanë dhënë përpara dhe po shtynë përpara. Që mendoj që është e gabueshme edhe nuk është fare profesionale, po është edhe një mohim i cili bie ndesh, thash edhe me kushtetutën, edhe me ligjet, edhe me çfarë do praktike të mirë. Unë veç po e them edhe një fakt. Në 2014, po të njëjtat, partitë që s'po du me i përmentash, bashkë me kryesuesën asë kohë të KQZ-s, në 2014, hyni shfletoni gjeni informacione, sekretariati i dinjës së cili, e ka detyru sekretariatin me shku në nish me bë tërheqjen e postës me zarfet që në kanë për listën serbe. Dhe të njëjtit, dikon 10 vite, 11 vite më pas, përdorin forma tërësisht të kundërta në këtë rast, të e mohu mërgatën, me mujt me shprej vullnetin e saj të lirë për mes votës. Këto që bajtham janë, dhe nuk kanë me gjak thotësi, mundemi mi gjetë, kush ka të shku njerëzit, me kombi e me kerë, edhe me marrë edhe regjistrimin, edhe në qendrën e ministrisë, mupit sërë që kanë shku dhe i kanë tërheqë. Ka që është për respektimin e ligjit, kur po flasin se po flitet shumë. Në 2014 e kanë bërë këtë veprim ky institucion i Republikës Kosovës. Natyrisht jo me këta antarë, po jenë konë antarë të tjerë, po jenë konë subjekte të njëjta. Dhe në 2025 po vendosën barrierat të tilla, të cilat nuk qojnë askund tjetër përveç se dështimit të votimit përmes postës. Andaj, bazuar edhe një dokument që kemi që është leq për ne, bazuar edhe në raportin që është publik, që ka dërguar sekretariati, përmes cilit raport, është konstatuar dhe është hequr përgjegjësia shkërkuar nga sekretariati që asaj mos t'i lihet, këtij organi mos t'i lihet përgjegjësia dështimit të procesi, bazuar në këto dy argumente që i kemi fakte, dhe bazuar gjithashtu edhe në këtë kërkesë, so ka pun për terme, po termi mirë që i ka dyat, sepse është qaq urgjente ke punë, dhe qaq që na fatet të shkurtra, so që fështirjen disa aktivitete ndoshta edhe mu realizu në kualitetin e duhur. Po ky aktivitet, sidomos ky aktivitet në pikën 3, shërbimet postare, tashmë kemi informacionet e plota që është i parealizueshëm. Andaj, si antari KQZ-s, unë nuk me çu dorën lartë, me votu një aktivitet i cili është thirrje e hapur, jo vetëm për me blloku një proces zgjedhor, që ka të bëjë me votën e mërgatës përmes postës, po është edhe thirrje e hapur për me keqpërdorë paron publike. Sepse në asnjë rrethon, edhe një herë po përsëriti, në asnjë rrethon, ky shërbim nuk do të mund të kryhet, sepse janë edhe emailat, edhe raportet, edhe të kompanive, edhe të sekretariatit, që e kanë konfirmuar të njëjtën. Andaj, para se të vazhdojmë, kështu mos sjell në mënyrë hipokrite, është mirë të reflektojmë, të ndalemi edhe ta shikojmë seriozisht
me kohë këtë çështje dhe të gjejmë zgjidhjen e cila mundson edhe realizimin e drejtës mërgatës për të votuar përmes postës, por e siguron të njëjtën kohë edhe integritetin e procesit zgjedhor dhe këto zgjidhje i ka dhënë sekretariati. Pa çka që dikujt nuk i pëlqejnë, sepse prishen matematikat, prishen statistikat, po kurse si nuk prishet procesi zgjedhor. Nëse ka vullnet për me çu përpara, edhe me alon në dorë sekretariatit me marr me punë të cilat i takojnë, pa i ndërhy, pa i bë presione, pa i bë shantazhe, qysh i kanë bërë në 2014 edhe njerë kur bëjo tonë, ku po ato parti, bashkë me ish kryesuesën e KQZ-s, i kanë detyru me shku në nish, në mumpin serb, në zyrët e mumpit serb, të Serbisë pra, në nish, për t'i marrë flet votimet e gatuara nga mumpi serb për listën serbe. Janë dokumentet, edhe ju kisha kërku si media, ti kërkoni, bazuar edhe qytetarë tjerë, bazuar në drejtën që keni për qasjen dokumentit zyrtare. Dhe vreni pastaj se a ka dikun bazë ligjore, edhe në ligjin e vjetër, për të vepruar në atë mënyrë qysh kanë vepru. A e realisht o vepër penale, kush do që ka bon atë ku, por që qa t'i bësh, dhe me thonë, ka nesë shumë vite, edhe harrejsa e bëj ka të vetën, po që kur përsëritën gjërat, mendoj që jo vetëm si antar të KQZ-s, po dhe si përfaqësues qoftë medjave, po dhe si qytetar, duhet reflektojmë që mos na përsëritën në një format tërësisht tjetër tash. Po tash po përsëritët të shkej ligjin për mos me leju mërgatën me votu. E në 2014 nga në shkel ligjin, për me ardhë me çdo kusht votat nga nishi, me kert KQZ-s, në qendrën e numërimit dhe rezultateve. Andaj kryetar, unë pikën 3 kisha kërku që ta heqim prej këtij rekomandimi dhe t'i votojmë pika tjera, kurse pikën 3 ta votojmë ndarazi. Unë jam me heq mos me fut, po në di që tjerë mujnë me reagu dhe në regull, po nëse s'dojnë mu pajtu që me heq, atër ta votojmë ndarazi. Në mënyrë që të dijet, sepse ne që prej fillimit kemi qenë kundër këtij aktiviteti i cili thash, në gjitha raportet figuron që nuk mund të realizohet.